Lajmi i asaj gërdie u përhap menjëherë në vende fshinje rreth e qark, dhe në tërë krahinën, pa shkojë dhe më tutje, duke shkaktuar kudo pikëllim me lot të pamas. Sepse shumë thonin, qoftë nga mendja, qoftë nga ato trillimet e përmendura të turmës. Qesa jonin siç ndodh me kënaqësi edhe në rast vaji, se ushtria jonë ishte shkatruar e gjitha dhe se ishte vrarë pastaj edhe Skënderbeu. Të tjerë thonin, ndoshta për të njëjtën arsye, se ushtria ishte shojtur e gjitha dhe se Skënderbeu, pasi luftoi më parë me një mënyrë të shkëlqyer, shpëtoi pastaj duke marrë aratim. Më të shumtët përkundrazi thonin, dhe që edhe e vërtet ishte, edhe më afër të së vërtetës dukej se një numër i madh i tanëve ishte zhdukur, se Skënderbeu kishte dhënë prova që zor t'u besonje të një trupi gati hyjnor dhe të një trimërie të pathyeshme. Se vetëm pothuajse me të djathtën e vet, ua kishte dërmuar armiqve, edhe guximin, edhe fuqitë, dhe o kishte rëmbyer më në fund nga duart fitimtarëve lavdinë e asaj betejë, dhe se ishte bashkë me të tjerët, i paprekur dhe i pacënuar, jo larg krujës. Por me gjithë që s'kishin ende asgjë të sigurt, për të cilën të pikëlloheshin, Zia dhe Kuja jepnin e merrnin kudo. Zonjat ishin mbeshur me të zeza, dhe shtëpitë të gjitha zhytur në lotë e trishtimë, duke pritur me të vajtuar, si t'i kishin përpara syve kufumat e të vetëve për vari.